Të nderuar demokratë dhe demokratë, të nderuar qytetarë të Shkodrës, i nderuar nënkryetari i Partisë Demokratike Dega Shkodër, të nderuar anëtarë të kryesisë, të nderuar drejtues të strukturave të Partisë Demokratike në Shkodër. Gjatë ditës së djeshme, ju, po edhe thuajse gjithë demokratët, jeni ndeshur me një mesazh që tani më është bërë rutinë në çdo takim që ne zhvillojmë me demokratët. Pra, ky mesazh që vjen në emër të Partisë Demokratike dhe që u bën thirrje që takimet organizohen në rastin e Shkodrës nga Benet Beci, po në rastet e tjera nga grupe kriminale, nga një numër i cili paguhet nga Partia Demokratike, edhe nga ju, edhe nga ne. Pra, mesazhi i fundit çka erdhi është në datën 17 mars. Nuk ju kanë uruar as për Krishtlindje, as për Bajram, as për të bërë një mesazh kundër qeverisë Edi Ramës, as për të bërë thirrje për protesta, por ju bëjnë thirrje që mos takohemi me njëri tjetrin. Shpenzojnë para, por e kanë kot. Koltugofagët të cilët duan edhe janë qepur koltuqeve dhe karrigeve për t'i mbajtur me forcë, sepse siç e shihni nuk po ja dalin dhe nuk do t'ja dalin dot. Siç po e shihni dhe siç e din qytetarët shkodran, por edhe gjithë Shqipëria, në rastin e Shkodrës Benet Beci nuk ka qenë ndonjë drejtor i emëruar prej meje, as i emëruar prej jush. Ka qenë ish drejtori i emëruar prej drejtuesve të Partisë Demokratike dhe i mbajtur me pekule, me gjatë në institucionet më të rëndësishme. Dhe ne këtë jemi duke thënë në çdo cep, në çdo anë, në çdo qytet, në çdo fshat më pas, që gabimet që ka bërë Partia Demokratike kanë bërë që Partia Demokratike të jetë sot gjendjen që është. Për shkak të emrimeve të padrejta, për shkak të mos promovimit të drejtuesve të partisë që kanë sakrifikuar dhe sakrifikojnë për Partinë Demokratike, po për shkak të emrimeve nepotike dhe me lidhje familjare, siç është rasti i të pandeurit Benet Beci, që nga drejtori i Partisë Demokratike sot është kryebashkiak i Partisë Socialiste dhe pa guxojnë që ta përmendim. Të nderuar, ju shikoj, ju njoh dhe ju njohin demokratët e gjithë qytetit, por pa diskutim edhe demokratët e gjithë Shqipërisë për shkak se shihemi në për aktivitete e protesta. Po rrogtarët e Partisë Demokratike nuk ju njohin, nuk duan t'ju shohin, nuk duan t'i shohin sallat plot, që mbushen jo prej nesh, jo vetëm prej meje, por prej pakënaqësisë që ka çdo demokrat që kontributin, që sakrificën, që meritën që i takon dhe rregullat e lojës që i kërkon të përcaktuara dhe janë të shkruara në statut, i merren edhe idhen në kosh të plerave. Ju e dini që koltugofagët të fiksuar mbas karriges mendojnë se na bëjnë presion, mendojnë se ju bëjnë presion duke ju thënë një mi çuditëra siç i keni dëgjuar në publik, siç i keni parë në mesazhe. Personalisht presionin nuk e njoh. Nuk më bën dot presion as njerëz shumë më të rëndësishëm se këta, nuk më ka bërë dot presion as Edi Rama duke u përballur edhe në burg aty ku vendosi regjimi, dhe shumica e njerëzve të cilët përballë regjimit sillen si lepurusha dhe përballë demokratëve duan të tregohen sikur janë tigra, e kanë gabim. Nuk të bën rroga, nuk të bën privilegje. Nuk të bën mungesa e meritës, të bën vota, të bën përballja, të bën sakrifica, të bën qëndresa, të bën të dëgjuarit e shqetësimeve të demokratëve. Më tha shumë bukur një mik, po e perifrazoj në mënyrë pak më të butë në fakt, sepse është fjala popullore, që më mirë disa beteja, edhe nëse humbin, të humben me miq, se sa të fitojnë me të paburra. Por beteja që kemi nisë ne është një betejë e fituar. Është një betejë e fituar sepse fal takimeve me ju, fal rizgjimit të antarëve të Partisë Demokratike, Partia Demokratike sot nuk është më siç ishte dje dhe nesër nuk do të jetë më as siç është sot, është shumë më mirë. Partia Demokratike sot është e gjitha në terren. Partia Demokratike sot organizohet fort në parlament duke
u përpjekur të përballet me qeverinë. Partia Demokratike sot ka dalë në protest. Partia Demokratike sot po përpiqet të kontaktoj njerëzit. Dhe këtë e kemi kërkuar që ditën e parë. Të nderuar miq, pa diskutim që kur je në Shkodër, Shkodra nuk është thjesht një qytet, Shkodra është ndërgjegje, është kujtesë historike, është rezistencë ndaj padrejtësisë dhe simbol i qëndresës qytetare kundër çdo pushteti që harron detyrimin e tij ndaj njerëzve. Dhe nuk kishte se si të ishte ndryshe edhe sot, me një sallë e cila është plot dhe me njerëz të cilët kanë mbetur jashtë. Sot këtu do flasim për të vërtetën, për përgjegjësinë dhe për ndryshimin që Shqipëria ka aq shumë nevojë dhe që qytetarët mezi e presin. Sot flasim për një realitet idhur, një qeveri të zhytur në skandale, një pushtet që ka humbur ndjeshmërinë morale, që ka humbur totalisht lidhjen me hallet dhe problemet e njerëzve, që nuk njeh më fjalën përgjegjësi dhe që ka shndërruar shtetin nga shërbëtor qytetarëve në instrument të interesave të ngushta që po zbulohen nga dita në ditë. Në një sistem të korruptuar deri në palc, në administrim publik dhe me një standard mizerabël dhe të papranueshëm për qytetarët. Shqipëria nuk e meriton këtë. Skandalet janë bërë rutinë, aferat financiare, abuzimet me fondet publike, lidhjet e errta mes pushtetit dhe krimit, koncesionet klienteliste, shkatërrimi i pronës publike, shtrëngimi me vendin e punës dhe me bukën e gojës janë kthyer në normalitet plot në Shqipëri. Në çdo vend normal, një ministër që dështon, një zyrtar që përfshihet në aferë i jep dorëheqjen, e nëse nuk i jep dorëheqjen e shkarkon kryeministri. Këtu dorëheqja është zhdukur nga fjalori i pushtetit. Në vend të saj kemi arrogancë, heshtje, sulm ndaj drejtësisë dhe propagandë boshe. Ky është degenerimi i shtetit, kur pushteti nuk ka më frikë nga ligji dhe as nga qytetari. Në një demokraci funksionale, përgjegjësia është parim themelor. Në Shqipëri, ajo është përjashtim. Askush nuk jep dorëheqjen, askush nuk mban përgjegjësi, askush nuk ndjen detyrimin moral për t'u larguar nga gjithçka që dëmton interesin publik. Kjo të dashur miq nuk është rastësi. Kjo është filozofia qeverisë e Edi Ramës tash e 13 vjet. Në këtë realitet të zymt, qeveria shqiptare po paguan dhe po merr në fakt se nuk po paguajnë qeveria shqiptare. Asgjë, po qytetarët shqiptar po paguajnë për çdo abuzim të qeverisë shqiptare. Të rinjt po largohen masivisht për shkak të keqeverisjes. Familjet u mbasin besimin se puna e ndershme shpërblehet. Profesionistët ndihen të përjashtuar, ndërsa propaganda përpiqet të krijojë një Shqipëri imagjinare. Realiteti është fatkeqësisht një Shqipëri e lodhur, e zhgënjyer dhe e zemëruar në çdo cep të saj. Shqipëria ka nevojë urgjente për të ndërruar kapitull dhe pa humbur kohë. Po përballë të realitetit të zymt, ku zëvendës kryeministre kapet duke përcaktuar miliarda euro tendera me bekimin e kryeministrit, ku agjencia që duhet ishte kombëtare e informacionit, që duhet ishte në shërbim të qytetarëve, është kthyer në shërbim të karteleve kriminale, siç e pat me rastin e Ergyes Agaset. Sot shqiptarët e shohin po ashtu ama, dhe duhet ta themi, qartësisht, se për disa nivele që mendoheshin të paprekshme, pandëshkueshmëria nuk është më e përjetshme. Drejtësia vonon por nuk harron, dhe spaku me të gjitha kufizimet, por edhe me presionet që e shoqërojnë, ka treguar se drejtësia mund të prekë edhe në majat më të larta të pushtetit, siç ka ndodhur me 2 rastet që i thash pak më parë. Ai po tregon me fakte pavarësinë e tij në disa nivele. Dhe kjo është një shpresë e madhe për shoqërinë shqiptare që në çdo rast kur një strukturë specializuar siç është spaku duhet mbështetur dhe duhet thënë e vërteta ashtu siç është. Por duke thënë këtë duhet ta themi po ashtu pa ekivok. Strukturë e posaçme antikorrupsion dhe gjykata, GKK-ja, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund ta zvendësojë kurse si përgjegjësinë politike. Drejtësia gjykon faktin, ndërsa politika ndërgjegjen. Spaku nuk jep dorëheqjen në vend kryeministrit. Spaku nuk merr dot vendime politike. Përgjegjësia politike është detyrimi i qeverisë dhe i kryeministrit dhe ndërkohë detyrimi për ta bërë qeverinë të largohet është i opozitës dhe i të gjithëve ne. Dhe këtu
është thelbi i problemit. Edi Rama mban përgjegjësi direkte politike për çdo skandal të ndodhur gjatë qeverisë së tij. Është Edi Rama ai që mban gjithë fijet e pushtetit të lidhur nga grupet kriminale të çdo zyrtar i korruptuar që tani më janë bërë me qindra. Ai mban përgjegjësi për zyrtarët që ka zgjedhur, për ministrat që ka zgjedhur, për koordinatorët që zgjedh, për lidhjet me krimin, për arrogancën me cilën i përgjigjet kritikës, për faktin që asnjë skandal nuk shoqërohet me akt moral, me dorëheqje, me reflektim, me kërkim falje ndaj qytetarëve. Një kryeministër që nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për ekipin e tij nuk është udhëheqës. Ai është thjesht përfitues. Pushteti i tij që nuk vjen nga morali, por është imoral dhe pa përgjegjësi, është rreziku më i madh i demokracisë shqiptare. Dhe siç e pat ju dhe gjithë qytetarët shqiptar, administrata amerikane e presidentit Trump po kalonte një akt në Kongres ku së shpejti do të godiste edhe më shumë të gjithë zyrtarët e lartë të çdo vendi, të cilët e bën një demokraci jo funksionale, të cilët nuk lenë që pushtetet të jenë të ndara, fiks si gjas me demokracia apo stabilokracia e Edi Ramës, ku gjithçka dhe të gjitha institucionet i nënshtrohen vullnetit të një individi të vetëm. Po për këtë do të jemi këtu dhe do të presim dhe do të shohim. Por sot duhet të jemi të sinqert edhe me veten tonë. Shqipëria nuk ndryshon dhe është e pamjaftueshme nëse Partia Demokratike nuk reflekton dhe nuk ndryshon për ta rrëzuar Edi Ramën. Shqipëria nuk ndryshon duke rikthyer politikat vjetra, metodat vjetra, figurat konsumuara dhe mentalitete që i kanë zhgënjyer qytetarët që shumë vite më përpara. Duhet thënë qartë, e vjetra ka dështuar. Ka dështuar sepse ka folur shumë dhe ka vepruar pak. Ka dështuar sepse është mbyllur në interesa të ngushta. Shikoni pak rastin e Partisë Demokratike edhe në këtë moment. Partia Demokratike ka një statut dhe nuk ka asnjë shans që të përjashtohet dot askush nga Partia Demokratike. Po për shkak se zyrtarëve të Partisë Demokratike, rrogtarëve dhe përfituesve të Partisë Demokratike, nuk ju vjen mirë që funksionin që kanë ta mbajnë me punë, por e duan ta mbajnë me marifete edhe qyl, nxjerrin edhe shpikin terma që nuk ekzistojnë. Nuk ka vetë përjashtim, ka vetë përfshirje, ka vetë aktivizim, ka përballje. Dhe ne do t'ja dalim deri në fund ta ndryshojmë Partinë Demokratike. Po kjo politik ka dështuar po ashtu sepse ka harruar se politika është shërbim, nuk është pronë. Se andarësia e Partisë Demokratike dhe qytetarët nuk janë pronë, por janë aksionerë. Ne jemi këtu jo vetëm për Partinë Demokratike, por jemi në betejë për shtetin e së drejtës dhe për dinjitetin e politikës. Dhe përfaqësojmë një zë ndryshe i cili në çdo cep po tregon që është një shpresë e madhe, jo vetëm për demokratët, por për gjithë qytetarët shqiptarë. Shqipëria nuk ka nevojë vetëm për denoncim. Shqipëria ka nevojë për alternativë. Dhe kjo alternativë duhet vi nga një opozitë e reformuar, e bashkuar dhe e përgjegjshme. Partia Demokratike në këtë moment ka përsëri një përgjegjësi historike. Rotacioni politik nuk është luks. Është domosdoshmëri demokratike, është mënyra e vetme për të ndaluar kapjen e shtetit dhe për të rikthyer ekuilibrat institucional dhe për t'i dhënë shoqërisë shpresë reale. Sot është koha për guxim. Dhe Shkodra dhe qytetarët e Shkodrës e kanë treguar në momentet më të errta të diktaturës komuniste. Sot është koha për përgjegjësi, për një politikë që i shërben qytetarëve dhe jo vetes, për një Shqipëri ku pushteti kontrollohet, drejtësia vepron dhe politika mban përgjegjësi. Nëse sot kërkojmë besimin e qytetarëve, por pa u reformuar, pa u hapur, pa ndryshuar mënyra se si bëjmë politik, atëherë edhe ne jemi pjesë e problemit dhe jo e zgjidhjes. Reformimi i Partisë Demokratike nuk është më një zgjedhje. Reformimi i Partisë Demokratike është domosdoshmëri për të qenë forcë fituese dhe alternativë fituese. Dhe kjo domosdoshmëri duhet bëhet duke pasur hapje reale ndaj shoqërisë, duke pasur garë reale, duke respektuar meritën dhe duke rikthyer meritokracinë në çdo funksion të Partisë Demokratike. Duhet marrë një herë mirë fund pazaret
dhe emërimet nëpërmjet pazareve nga lart, duke mos pyetur antarësinë e Partisë Demokratike. Vetëm kështu, Partia Demokratike dhe opozita bëhet alternativë e besueshme. Vetëm kështu, rotacioni politik fillon edhe bëhet i besueshëm tek qytetarët shqiptar, sepse rotacioni nuk është akmarrje. Rotacioni është oksigjen për demokracinë. Dhe sot ne jemi përballë një zgjedhjeje të qartë. Ne nuk duhet lëm kurrësi që të vazhdojmë me Ramën dhe këtë sistem të kalbur, por duhet zgjedhim një politik që mban përgjegjësi, që nuk ka frikë nga drejtësia dhe që u shërben qytetarëve. Kjo, të nderuar miq, nuk është vetëm një bashkëbisedim, nuk është vetëm një fushat. Kjo është një përballje morale mes arrogancës dhe dinjitetit, mes frikës dhe guximit, mes së vjetrës që mban peng dhe të res që lufton, mes rrogtarëve që duan të ruajnë privilegjet dhe të sakrifikuarve që kanë lënë çdo privilegj për të mbajtur Partinë Demokratike në këmbë. Koha e këtij pushteti ka mbaruar, koha e politikës së vjetër ka mbaruar, koha e ndryshimit ka ardhur. Të gjithë ne bashkë po bëjmë të mundur një ndryshim në Partinë Demokratike që do të vijë në fund me një fitore dhe ndryshim të gjithë Shqipërisë. Fitore, fitore, fitore!